Horoskopi ditor e enjte 19 qershor 2025. Horoskopi ditor i dashit 19 qershor 2025. Dashi, tiparet tuaja natyrore të leadershipit janë në vëmendjen kozmike. Ndikimi i hënës ju nxit të merrni iniciativë në një projekt që ju ka mbetur në mendje. Njerëzit përreth jush janë më shumë se të gatshëm të ndjekin shembullin tuaj. Prandaj merrni hapa me besim. Energjia është e pjekur për të ndjekur sipërmarrje krijuese. Do të gjeni frymëzim në vende të papritura. Sonte, jepini vetes kohë për vetanalizë dhe rritje personale. Kushtojini vëmendje marrëdhënieve tuaja ndërsa Venusi dërgon vibrime pozitive, duke nxitur lidhje më të thella emocionale. Financiarisht, shmangni blerjet impulsive dhe përqendrohuni në investime afatgjata. Nga ana shëndetësore, nivelet tuaja të energjisë po arrin kulmin. Por mos harroni të balanconi përpjekjet fizike me relaksimin mendor. Duke qenë të vetëdijshëm për mirëqenien tuaj, mund ta ruani këtë vrrull. Yjet po rreshtohen në favorin tuaj. Shfrytëzoni fuqinë e sotme për të bërë hapa drejt qëllimeve tuaja. Përqafoni sfidat dhe mundësitë me krah hapur. Horoskopi ditor i Demit, 19 qershor 2025. I dashur Dem, dita e re ju inkurajon të kërkoni ekuilibër dhe harmoni. Dielli përmirëson aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë atë një kohë ideale për të zgjidhur keqkuptimet dhe për të forcuar lidhjet. Sot, besoni intuitës suaj, veçanërisht në çështjet financiare. Aftësitë tuaja analitike do t'ju udhëheqin drejt vendimeve të kujdesshme. Në aspektin shoqëror, do të gjeni veten të tërhequr nga takimet, duke ofruar mundësi për të zgjeruar rrjetin tuaj. Përqafoni çdo ndryshim në rutinën tuaj, pasi këto mund të çojnë në përvoja të reja të këndshme. Megjithatë, mbani një sy në shpenzimet tuaja, duke shmangur shpenzimet e panevojshme. Në aspektin romantik, yjet favorizojnë kultivimin e marrëdhënieve ekzistuese. Prandaj merrni në konsiderat planifikimin e një mbrëmjeje të veçantë me partnerin tuaj. Nga ana shëndetësore, përqendrimi në dietën dhe rutinën tuaj të ushtrimeve mund të sjellë përfitime afatgjata. Kaloni pak kohë duke shijuar natyrën për të rifreskuar shpirtin tuaj dhe për të rimbushur energjinë tuaj. Duke përqafuar pozitivitetin dhe duke ruajtur ekuilibrin, do të përballoni sfidat e mundshme të ditës me hir dhe qëndrueshmëri. Horoskopi ditor i binjakëve, 19 qershor 2025. Binjakët, sot premton të jetë një ditë dinamike, me Merkurin që do të ngarkojë aftësitë tuaja të komunikimit. Prisni që ndërveprimet të rrjedhin pa probleme, duke e bërë atë një ditë të përsosur për negociata dhe ndarje idesh. Nëse jeni duke punuar në një projekt ekipor, aftësia juaj për të artikuluar ide do ta shtyjë grupin drejt suksesit. Në aspektin shoqëror, do të jeni një magnet për biseda interesante. Vlerësoni këto lidhje pasi ato mund të hapin dyert për mundësi të ardhshme. Financiarisht, eksploroni mënyra inovative për të rritur të ardhurat, por shmangni sipërmarrjet me rrezik të lartë. Romanca është në ajër. Beqarët mund të gjejnë lidhje interesante të disponueshme përmes takimeve të rastësishme. Për çiftet, merrni kohë për të diskutuar planet e ardhshme. Nga ana shëndetësore, qëndroni të vetëdijshëm për mirëqenien tuaj mendore, pasi balancimi i punës dhe jetës personale mund të jetë i vështirë. Konsideroni meditimin ose një shëtitje të shkurtër për të pastruar mendjen tuaj. Shprehja e anës suaj krijuese inkurajohet, pasi kjo mund të çojë në sipërmarrje të reja dhe emocionuese. Përqafoni ndryshimin dhe përdorni përshtatshmërinë tuaj për të lundruar në çdo kthes sot. Horoskopi ditor i Gaforres, 19 qershor 2025. Gaforja, dita e re ju fton të ushqeni botët tuaja të brendshme dhe të jashtme. Hëna thekson nevojën tuaj për siguri emocionale sot. Kaloni kohë duke forcuar rrënjët tuaja dhe duke kërkuar ngushëllim në rutinat e njohura. Besojini instinkteve tuaja kur merreni me çështje familjare, pasi ato do t'ju udhëheqin drejt zgjidhjeve harmonike. Planet financiare mund të kërkojnë rivlerësim. Merrni një qasje të kujdesshme për të siguruar pasuritë tuaja. Në aspektin shoqëror, mund të ndiheni të rezervuar, duke preferuar ngrohtësinë e shoqërisë së ngushtë dhe të besuar. Kjo është një ditë e shkëlqyer për vetanalizë dhe kuptimin e nevojave personale. Marrëdhëniet përfitojnë nga butësia juaj. Shprehni ndjenjat tuaja hapur për të forcuar lidhjet. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në aktivitete të buta si yoga ose tai chi për të ruajtur ekuilibrin. Të ngrënit mirë dhe të bësh gjumë të restaurueshëm do të rrisin vitalitetin tuaj. Kreativiteti rrjedh duke sjellë potencialisht ide të reja për projekte shtëpiake ose sipërmarrje personale.
Duke I dhënë përparësi mirëqenies suaj emocionale, do të krijoni një mjedis ushqyes që mbështet rritjen dhe lumturinë. Horoskopi ditor I Luanit, 19 qershor 2025. Luani, sot dielli po shkëlqen fort mbi natyrën tuaj ambicioze, duke ju nxitur të dilni në qendër të vëmendjes. Karizma juaj është e pamohueshme, duke tërhequr mbështetës për projektin tuaj të ardhshëm të madh. Profesionalisht, ky është momenti juaj për të propozuar ide të guximshme. Mendimi juaj inovativ mund të ndikojë te vendimarrësit kryesor. Në aspektin shoqëror, energjia juaj e gjallë tërheq njerëz, duke quar potencialisht në aleanca të reja. Financiarisht, shfrytëzoni ditën për të ndjekur investime strategjike, por sigurohuni që të keni një plan të fortë. Romanca favorizohet pasi Venusi rrit sharmin tuaj. Planifikoni një gjest romantik për të kënaqur partnerin tuaj, ose nëse jeni beqar, mund të tërheqni dikë të veçantë. Nga ana shëndetësore, energjia juaj e lartë ka nevojë për kanalizim. Prandaj merrni në konsiderat angazhimin në aktivitete energjike për të qëndruar në formë. Pavarësisht orarit tuaj të ngjeshur, mos harroni të bëni pushime për të shmangur lodhjen. Kreativiteti është në nivelin më të lartë, prandaj kënaquni me anën tuaj artistike. Duke përfituar nga energjitë me ndikim të sotëm, do të afroheni më shumë me arritjen e qëllimeve tuaja dhe përmbushjen e potencialit tuaj. Horoskopi ditor I Virgjëreshës, 19 qershor 2025. Virgjëresha, aftësitë tuaja analitike shkëlqejnë. Ndikimi I Merkurit rrit vëmendjen tuaj ndaj detajeve, duke e bërë atë një kohë ideale për të marrë me detyra të ndërlikuara ose për të zhytur në kërkime që kërkojnë saktësi. Në punë, qasja juaj metodike është aseti juaj. Sigurohuni që tua komunikoni gjetjet tuaja në mënyrë efektive kolegëve dhe e prorëve. Financiarisht, sot është e favorshme për rishikimin e buxheteve dhe planifikimin e kursimeve të ardhshme. Investimi I pak kohë në organizimin e hapësirës suaj të punës do të rrisë produktivitetin. Ndërveprimet shoqërore mund të marrin një ton më serioz. Përdoreni këtë për të ndërtuar lidhje më të thella. Marrëdhëniet romantike përfitojnë nga natyra juaj e menduar. Planifikoni biseda kuptimplote me partnerin tuaj. Nga ana shëndetësore, të qëndroni të hidratuar dhe të mbani një dietë e ekuilibruar duhet të jenë përparësi, pasi ato do të mbështesin qartësinë tuaj mendore. Konsideroni të filloni një ditar ose të angazhoheni në shkrim krijues për të shprehur veten. Përqafoni energjitë e ditës duke strukturuar qëllimet tuaja. Kjo qasje e bazuar do t'ju udhëheq për të përballur me sfidat me besim dhe lehtësi. Horoskopi ditor I Peshores, 19 qershor 2025. Peshorja, yjet rreshtohen sot për të përmirësuar aftësitë tuaja të rrjedhëzimit. Energjitë harmonike sugjerojnë që bashkëpunimet do të nxisin rritjen. Prandaj kërkoni mundësi që përfshin punën me të tjerët. Profesionalisht, është një kohë e shkëlqyer për të propozuar partneritete ose për të përmirësuar marrëdhëniet me klientët. Aftësitë tuaja diplomatike janë superfuqia juaj. Përdorini ato për të negociuar dhe ndërmjetësuar çdo mosmarrëveshje. Financiarisht, përqendrohuni në gjenerimin e burimeve të shumë fishta të ardhurave. Takimet shoqërore mund t'ju prezantojnë me individ me ndikim që mund të hapin dyert e karrierës. Në dashuri, ushqeni miqësitë, pasi ato ofrojnë mbështetje emocionale dhe perspektiva të reja. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është qelësi, angazhohuni në aktivitete që harmonizojnë trupin, mendjen dhe shpirtin, të tilla si yoga ose vallëzimi. Shmangni teprimin me ushqimin ose pijet për të ruajtur mirëqenien fizike. Shprehja e kreativitetit përmes arteve ose zanateve do të ndihet e dobishme. Përqafoni energjinë shoqërore të sotme për të nxitur lidhje kuptimplote dhe për të afruar më shumë me arritjen e aspiratave tuaja personale dhe profesionale. Lëreni diplomacinë tuaj natyrore të udhëheq. Horoskopi ditor I Akrepit, 19 qershor 2025. Akrepi, dita e re inkurajon vetanalizën dhe transformimin. Energjitë qiellore hapin rrugën për rritje personale sot, duke ju nxitur të eksploroni peizazhin tuaj të brendshëm. Zhytuni thellë në çdo bllokim psikologjik që mund të pengojë progresin. Në punë, aftësitë tuaja strategjike hyjnë në lojë, duke çuar potencialisht në përparime ose njohje të rëndësishme. Besojini instinkteve tuaja në çështjet financiare. Shërtoni investimet tuaja për të siguruar që ato janë në përputhje me objektivat tuaja. Personalisht mund të ndjeni nevojën për të tërhequr, por lejoni që shokët e besuar t'ju mbështesin. Romanca thellohet përmes udhëtimeve të përbashkëta emocionale. Hapuni ndaj të dashurve.
Nga ana shëndetësore, praktikoni vetëdijen dhe meditimin për të nxitur paqen e brendshme. Kanalizoni intensitetin tuaj në dalje krijuese, të tilla si shkrimi ose piktura, të cilat do të ofrojnë çlirim katartik. Energjia e ditës mbështet vetëzbulimin dhe rinovimin e thellë, duke ju pozicionuar për të dalë më të fortë dhe më të vetëdijshëm. Përqafoni ndryshimin me besim dhe lejoni që intuita juaj e fuqishme t'ju udhëheqë drejt transformimeve kuptimplote. Horoskopi ditor i Shigjetarit, 19 qershor 2025. Shigjetari, sot ndikimet kozmike sjellin optimizmin dhe zgjerimin në plan të parë. Shpirti aventuresk brenda jush është i ndezur, duke inkurajuar eksplorimin e horizonteve të reja. Si fizikisht ashtu edhe intelektualisht, profesionalisht mund të lindi mundësi për të mësuar ose udhëtuar. Shfrytëzojini ato si rrugë për rritje dhe pasurim. Krijimi i rrjeteve mund të çojë në bashkëpunime emocionuese. Financiarisht merrni në konsiderat diversifikimin e portofoleve tuaja për përfitime të ardhshme. Në aspektin shoqëror, entuziazmi dhe humori juaj ju bëjnë jetën e çdo takimi. Ndani mençurinë tuaj dhe frymëzoni të tjerët. Në dashuri lidhjet e gjalla lulëzojnë, qoftë duke thelluar marrëdhëniet ekzistuese apo duke takuar potenciale të reja që ndajnë zellin tuaj për jetën. Nga ana shëndetësore, sigurohuni që të angazhoheni në aktivitete që stimulojnë si trupin ashtu edhe mendjen, si sportet ose leximi. Duke kanalizuar energjit në ndjekjet e ekuilibruara, do të ruani vitalitetin tuaj. Përqafoni perspektivën më të gjerë që sjell sot dhe ndiqni pasionet tuaja me optimizëm dhe guxim, duke e ditur se rritja dhe zbulimi janë në zemër të udhëtimit tuaj. Horoskopi ditor i Bricjapit, 19 qershor 2025. Bricjapi, dita e re thekson disiplinën dhe ambicien. Dëshira juaj për të arritur diçka njihet nga shtriret planetare, duke e bërë atë një ditë të përshtatshme për vendosjen dhe përmbushjen e objektivave kryesor. Profesionalisht, puna juaj e palodhur fillon të jap fryte. Merrni në konsiderat propozimin e projekteve të reja ose kërkimin e roleve udhëheqëse. Financiarisht, natyra juaj e kujdesshme përfiton planifikimin afatgjatë. Rishikoni investimet me zgjuarsi. Angazhimet shoqërore mund të ofrojnë mundësi të vlefshme rrjedhëzimi. Zgjidhni aleancat me kujdes. Në mjedise romantike, shfaqja e cenueshmërisë dhe ngrohtësisë forcon lidhjet me të dashurit. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi ushtrimeve të rregullta si një mjet për të ruajtur ekuilibrin dhe për të lehtësuar stresin. Praktikat e ndërgjegjshme si yoga ose meditimi mund të mbështesin qartësinë mendore. Ndjekjet artistike ose kulturore ofrojnë një rrugëdalje të kënaqshme për shprehje. Sot, shfrytëzimi i qasjes suaj të disiplinuar përgatit terrenin për sukses të qëndrueshëm. Përqafoni forcën dhe këmbënguljen tuaj të brendshme për të kapërcyer sfidat, duke lëvizur vazhdimisht drejt qëllimeve tuaja. Pranoni fitoret e vogla dhe qëndroni të përqendruar në pamjen e përgjithshme. Horoskopi ditor i Ujorit, 19 qershor 2025. Ujori, sot premton ide të freskëta dhe angazhime shoqërore. Shfrytëzoni energjitë inovative në lojë për të transformuar konceptet unike në plane të zbatueshme. Profesionalisht, propozoni zgjidhje krijuese që mund t'ju dallojnë qasja juaj e të menduarit përpara tërheq vëmendjen. Financiarisht, gjeni ide krijuese për të rritur kursimet. Shoqërisht, aftësia juaj për të parë pamjen e përgjithshme tërheq individ me të njëjtat mendime. Merrni pjesë në aktivitete në grup që frymëzojnë bashkëpunim. Në dashuri, lidhjet intelektuale thellojnë marrëdhëniet. Angazhohuni në diskutime të menduara mirë me partnerin tuaj. Shëndeti tregon se ruajtja e një ekuilibri midis aktivitetit fizik dhe relaksimit është thelbësore. Merrni në konsiderat të provoni një rutinë të restërvitje për të ndezur interesin. Sipërmarrjet krijuese lulëzojnë duke ofruar kënaqësi dhe mundësi potenciale për eksplorim të mëtejshëm. Përqafoni dinamizmin e sotëm me mendje të hapur dhe lejoni që origjinaliteti juaj t'ju udhëheqë në ndjekjet personale dhe profesionale. Besoni në vizionin tuaj unik për të lundruar ditën, duke krijuar shtigje për inovacion dhe duke u lidhur me të tjerët që ndajnë idealet tuaja progresive. Horoskopi ditor i Peshqve, 19 qershor 2025. Peshqit, energjitë intuitive ju udhëheqin, duke inkurajuar reflektimin dhe frymëzimin. Përqafoni nuancat shpirtërore të ditës dhe lejoni që imagjinata juaj krijuese të lulëzojë. Profesionalisht, vendimarrja intuitive do t'ju udhëheqë në çështje delikate. Besoni instinkteve tuaja kur keni të bëni me koleg ose klient. Financiarisht, rishikoni planet tuaja buxhetore me kujdes. Rregullime të vogla mund të çojnë në përfitime të konsiderueshme.
Shoqërisht, rrethojeni vete me ata që inkurajojnë ëndrat dhe shprehjen tuaj artistike. Këto lidhje mund të frymëzojnë njohuri të thella. Në romancë, lidhjet emocionale thellohen përmes përvojave të përbashkëta. Planifikoni momente të vëmendshme me partnerin tuaj. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në ruajtjen e ekuilibrit emocional përmes meditimit ose përpjekjeve artistike si muzika ose vizatimi. Kushtojini vëmendje zërit tuaj të brendshëm për t'ju udhëhequr drejt paqes dhe përmbushjes. Duke përqafuar dhe mshurinë dhe kreativitetin, do të lundroni në mënyrë efektive energjitë eterike të sotme. Lejoni që empatia juaj e lindur të udhëheqë veprimet tuaja, duke nxitur rritjen si në sferat tuaja personale ashtu edhe në ato profesionale. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.